Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme për guximin, vendoshmërinë, përgjegjësinë e lartë qytetare që dëshmoni, ju burra dhe gra, që mblidhi këtu për provuar shqiptarëve se ky shesh është sheshi i lirisë, se ky shesh është sheshi i qytetarëve, se ky shesh do të shënojë fundin e këtij regjimi armiqësor ndaj çdo shqiptari dhe shqiptarje që kërkon, që jeton me djersën, me mundin, dhe kërkon të rrisë në këtë vend fëmijët e tij, të ardhmen e tyre. Të dashur miq, zhvillimet e këtyre muajve nxorën në pa të gjithë shqiptarëve dhe botës shëmtim më të madhe të këtij regjimi, të cilën secili prej jush dhe shumë e shumë të tjerë e kanë denoncuar me dhjetra, qindra dhe mijëra herë. Sot deputetët e Partisë Krimit me në krye kreun e organizatës kriminale Edi Rama njoftuan atë të cilën e priste dhe e dinte çdo shqiptar se ata do përdorin si mburoj Lubi Ballukun për vjedhjet që ka bërë Edi Rama dhe antarët të tjerë të organizatës kriminale. Ky është akti më i rëndë, më sfidant, më poshtrues, më fyes për çdo qytetar shqiptar. Në këtë kuadër, unë kam një thirrje të veçantë në radhë të parë për çdo intelektual shqiptar të dalë nga guacka e konformizmit të tij. Të mos harroj kurrë sa investimi i madh që kanë bërë shqiptarët për shkollimin e tij, që kanë bërë prindërit e tij për shkollimin e tij, ka qenë parazgjithash dhe mbi gjitha që ai të jetë pavarësisht nga profesioni, të jetë një avokat i pamposhtur i interesave të kombit të tij, i interesave të shoqërisë së tij, i interesave të publikut. U drejtohen në këtë rast dhjetra mijëra mësuesve, mjekëve, inxhinierëve, ekonomistëve, juristëve të këtij vendi. Konformizmi me këtë regjim është mëkati më i madh i jetës. Në nshtrimin ndaj këtij regjimi është një gabim i pafalshëm. Asnjë njeri nuk duhet dhe nuk mundet të konformohet dhe të pajtohet me këto që ndodh. Por parazgjithash dhe mbi të gjitha, ju banorë të shtëpisë së dijes, antarët e inteligjencës së këtij kombi, i keni shumë më të mëdha përgjegjësi ndaj tij. Ju s'mund të konformohi, sepse asnjëri prej jush nuk thot dot se s'po e kuptoj çfarë po ndodh. Çdo njeri prej jush e ka të qartë
se kreu i regjimit po përdor mazhorancën e krimit, po përdor mandatet e krimit si pasmore për të mbrojtë veten e tij nga vjedhjet që u ka bërë qytetarëve. Asnjëri prej jush nuk mund të pajtohet, sepse ju, më mirë se gjithë të tjerë, e keni të qartë se me këto akte kreu i organizatës kriminale Edi Rama po mbyll dyert e Europës për shqiptarët, po shkatron ëndrrën më të bukur që nga rilindja kombëtare gjersot të kombit ton, ëndrrën europiane. Asnjë nga ju dhe prej jush nuk mund të pretendoj se nuk e kupton që kur shkelet kushtetuta, kur drejtësia azgjësohet, nuk ka më shtet, po ka një band, ka një parashtet, nuk ka më esje para, por ka kthim të të shkuarës si të ardhme. Ndaj dhe kudo që jemi, në orë të mësimit, tek shtratit smurit, në zyra, në nërmarje, në fabrika dhe në çdo vend, ju duhet bëjë dalëzotësit e vendit tuaj. Dhe mos harroni se heshtja juaj është mbështetje fuqishme, është mbështetja më e fuqishme për kreun e organizatës kriminale që të vazhdojë rënimin e shkollave tona, rënimin e arsimit tonë, shkollimit fëmijëve tanë, që të vazhdojë spastrimin etnik tuaj të intelektualve, që të vazhdojë rënimin e spitaleve tona, shkatrimin e sistemit shtetësisë. Mos harroni se qëndrimi në pushtet i tij ndihmohet më shumë se nga çdo gjë tjetër nga heshtja juaj. Ndaj dhe